Taylor lindi në një familje të pasur, por ai ishte i pakënaqur. Gjatë gjithë fëmijërisë së tij, babai i tij kishte qenë tepër i rrept me të, duke shtypur çdo dëshirë që fëmia e kishte dhe çdo shpenzim që ai e konsideronte të panevojshëm. Edhe shakat më të pafajshme rezultonin një ndëshkim i menjëhershëm. Babai Taylor, një biznesmen i quajtur Albert, e vëzhgoi me vëmendje gruan e tij Carmen në mënyrë që ajo të mos e tepronte me djalin. Babai nuk i ka festuar kurrë fitorit të fëmijës, duke pritur gjithmonë më shumë prej tij. Gjatë gjithë fëmijërisë së tij, Taylor i vogël u përpoq të njihej nga babai i tij dhe të fitonte disa lëvdata prej tij për ta bërë Albertin krenar për djalin që kishte. Por ishte kot sepse babai nuk u përmbajt kurrë dhe sado i lumtur të shtirej, ai ishte gjithmonë kritik. Taylor u diplomua në një universitet elitar në moshën 25 vjeçare, por as kalimi i kohës nuk mund ta bënte Albertin të vinte re apo të besonte në aftësitë dhe njohuritë e djalit. Pas një diskutimi të gjatë në të cilën Taylor kërkoi dhe lutej për më shumë përgjegjësi në biznesin familjar, biznesmeni vendosi të jepte një shans djalit të tij. Taylor shërbeu si drejtori një prej filialeve të kompanisë për 5 muaj, por filiali zgjedhur nga Albert ishte një nga më problematikët dhe më pak fitimprurës në grup. Megjithatë, Taylor ishte shumë i gëzuar dhe i premtoi se do të bënte gjithçka që kishte në dorë për të përmirësuar financat e njësisë. Ai e kuptoi shpejt se çfarë po ndodhte dhe sfidat me të cilat do të përballej, por dëshira për t'i dëshmuar babait se ishte i blefshëm fliste shumë më tepër. Taylor mblodhi punonësit përpara se të fillonte menaxhimin e tij dhe u shpjegoi se cili ishte misioni i tij dhe çfarë priste nga secili prej ekipeve. Më pas ai vlerësoi produktivitetin e secilit punonjës dhe u bëri të qartë të gjithëve se si duhet të jepnin maksimumin në fushat e tyre të specializimit për të çuar kompaninë në drejtimin e duhur. Gradualisht, planet e Taylor për të nxjerrë filialin nga kriza u bën realitet. Taylor kishte vetëm një shok besnik, i cili ndriçoi ditët në atë zyrë dhe në atë qytet, ku mbërriti duke mos ditur asgjë dhe askënd. Ajo quhej Sofia dhe ishte një pastruese. Ajo ishte miqësore dhe i qetë dhe i njinte të gjithë punonësit me emër. Të gjithë e pëlqenin atë, që zgjoi dhe më shumë interesin e Taylor. Ai ndihej më i qetë se zakonisht kur ishte pranë saj. Ishte vetëm në shoqërinë e saj që ai shprehej për gabimet, dështimet dhe vështirësitë e tij. Taylor mësoi se ajo kishte filluar studimet e saj për ekonomi në një kolegj komunitar në Teksas, por duhej ta praktiste. Ai gjithashtu nuk dinte shumë për vajzën. Taylor shkoi te Sofia një ditë pasi të gjithë ishin larguar dhe qëndroi vonë. Ti gjithmonë më kushton vëmendje, e di, dhe unë e vlerësoj shumë. Besoj se mund të besoj, por nuk di asgjë për ty. Pra nëse ke nevojë për ndihmë, të lutem më njofto. Sofia më pas tha se nuk kishte shumë për të thënë për vete dhe se përsa i përket ndihmës, ajo që i duhej vërtet ishte një mrekulli. Taylor ishte intriguar nga deklarata dhe pyeti më tej. Sofia në fillim hezitoi, por më në fund i tha se nëna e saj ishte i sëmurë prej disa kohësh. Gjendja e saj bëri që ajo të qëndronte në shtëpi dhe të merrte kujdes gjatë gjithë kohës. Kirurgjia do ta kishte zgjidhur problemin, por atyre u mungonin fondet e nevojshme. Sofia nuk e kisha idenë që po kaloje këtë, aq më tepër që je vetëm, tha Taylor. Pavarësisht se ajo nuk ishte diplomuar ende, ishte qartë se ajo ishte artikuluar dhe inteligjente, pasi kishte zotëruar konceptet dhe terminologjinë e biznesit. Taylor u përpoq të zvogëlonte ngarkesën e punës së saj, por ajo refuzoi kategorikisht, duke mos dashur të përfitonte në këtë mënyrë. Ndërkohë gjërat në filial kanë vazhduar të përmirësohen ndjeshëm. Babai i Taylorit, Albert, nuk ishte shumë i përfshirë dhe nuk donte të ndërhynte në eksperimentin 5 mujor që kishte propozuar, por gjatë gjithë kësaj kohe kishte vëzhguar punën e djalit të tij dhe më në fund rezultatet i kishin tërhequr vëmendje. Kështu ai vendosi ta vërë në provë djalin e tij edhe një herë. Gjatë një mëngjesi në duke rutinë, Alberti kontaktoi Taylor për të informuar se kishte gjetur një partner të ri,
bashkëpunimi të cilit premtoi fitime të konsiderueshme. Alberti nuk mundi ta mbante veten dhe pavarësisht se pas suksesin e djalit të tij, ai dha lajmin duke vënë në pikpyetje aftësinë e djalit të tij për të mbyllur këtë marrëveshje kritike për kompaninë. Alberti tha se tashmë gjithçka ishte në duart e Taylorit dhe buzëqeshi me djallëzin ndërsa mbylli telefonin. Zoti Olafson ishte partneri i ri i biznesit të babait të tij. Olafson ishte i njohur në komunitetin e biznesit për vendimarrjen e tij të ftohtë. Ai ishte babai i 3 fëmijëve i cili ishte thellësisht i përkushtuar ndaj familjes së tij. Si rezultat, ai kishte më shumë besim te biznesmenët dhe gratë e tjera që ishin të martuar si ai, sepse një biznesmen që kujdesej për familjen e tij do të ishte më i përkushtuar për të parë suksesin e biznesit. Taylor e dinte se nuk mund të ulej në të njëjtën tryezë me zotin Olafson vetëm dhe nuk do të kishte kohë të martohej deri në takim. I takonte drejtorit të ri të gjente një kandidat të përshtatshëm për të luajtur gruan e tij, dhe gjithçka që Taylor mund të mendonte ishte Sofia. Taylor e dinte mirë se vendimi i tij ishte i rrezikshëm, por ai ishte i bindur se asnjë sipërmarrës nuk mund të kishte sukses nëse nuk ishte i gatshëm të rrezikonte. Atij i pëlqente Sofia dhe ndihej më i qetë, madje i sigurt rreth saj. Së dyti, ai ishte në dijeni të historisë së saj si studente ekonomisë dhe kishte parë se si ajo mund të jepte këshilla të shëndosha. Taylor shkoi te Sofia me atë plan në mendje dhe bëri ofertën. Sofia nuk ishte saktësisht e sigurt se duhet të merrte pjesë në takim, por për shkak se miku i saj kishte nevojë për ndihmë, ajo pranoi. Ata provuan takimin çdo ditë pas kësaj, duke debatuar se çfarë propozimesh do të bënin dhe si do të silleshin, si për ta bindur burrin për planet administrative, ashtu edhe për të dukur si burrë e grua. Kur erdhi dita e takimit, çifti shkoi në lokalin e paracaktuar. Taylor veshi kostumin më të mirë që kishte në dollapin e tij dhe përdori një grant të kompanisë për t'i blerë Sofias një fustan shumë modern. Ata ulën me zotin dhe zonjën Olafson dhe filluan të bisedojnë. Taylor ishte qartas nervoz për situatën, pothuajse duke shpërthyer në djersë të ftohta. Sofia mori iniciativën për të tërhequr vëmendjen te vetja. Taylor u qetësuar kur vuri re se Olafson ishte interesuar në bisedën me mikën e tij, duke u shtirur si gruaja e tij. Sofia her pas here merrte dorën e Taylor për të mbajtur rolet gjallë. Drejtori i ri e admiroi edhe më shumë këtë grua tani. Kjo e rriti besimin e tij dhe ai filloi menjëherë bisedën e biznesit, pasi kamarieri mori porositë e tyre. Ashpërsia e Olafson duke se ishte thyer, pasi ai era dakord me propozimet dhe megjithatë nuk bëri asnjë kërkesë. Olafson madje komplimentoi zgjuarsinë e gruas së partnerit të tij të ardhshëm të biznesit gjatë darkës dhe pyeti për rolin e gruas së re në kompani. Dhe kështu në fund të darkës, zoti Olafson ra dakord të nënshkruante një traktat bashkëpunimi midis dy kompanive. Çifti i ri u gëzua pamas që kishte mundur të zgjidhnin të gjithë situatën. Taylor nuk e kishte ide se kishte një surprizë tjetër. Zoti Albert shkoi personalisht në filialin në Texas 2 ditë pas darkës, ku nuk ishte shkelur më që kur djali i tij mori drejtimin. Kur presidenti mësoi për suksesin e marrëveshjes së biznesit, ai nuk mund ta besonte dhe donte të dinte se si një sapo diplomuar kishte arritur të bindte një biznesmen kaq me përvojë dhe konservator si Olafson. Taylor e priti të atin me krah hapur, duke shpresuar se kjo ishte një vizitë për të uruar për suksesin e tij. Ai madje prezantoi Sofin me të atin, duke e cilësuar atë si sharmin e tij të fatit. Por Alberti as që i kushtoi vëmendje të rrez dhe as përqafoi djalin e tij. Ai ishte i tërbuar që djali i tij kishte marrë vajzën me vete dhe për më tepër gënjeu një biznesmen me ndikim. Alberti po ngrinte zërin dhe edhe një herë nuk kishte asgjë për të thënë për arritjet e të birit. Taylor ngriti dorën dhe tha, ndoshta për herë të parë në jetën e tij, me një zë të fortë e këmbues: "Mjaft, ndalo tani." Alberti u befasua. Taylor më pas deklaroi se kishte duruar mjaft dhimbje.
E di që nuk mund të shohësh çfarë kam bërë apo ku kam arritur. Më ke vënë kurthë dhe unë i kam shpëtuar të gjithave, por ti sillesh sikur nuk jam mjaftueshëm i mirë. Sidoqoftë, unë ju dua dhe ju respektoj. Unë e vlerësoj gjithçka që ke bërë për mua, dhe është mirë nëse ke vetëm fjalë të ashpra për mua, por nuk do të lë të flasësh për Sofin kështu. Më pas Taylor mori dorën e gruas në të dhe u përball me të atin sa më ashpër që mundi. A i deklaroi se Sofia do të ishte gruaja e tij dhe nuk do të lejonte askënd t'i thoshte asaj asgjë që ajo nuk e meritonte ta dëgjonte. Alberti donte të thoshte diçka, por fjalët nuk i dilnin nga goja. Si shumë herë të tjera i ndjej fajtor dhe i vinte keq. Alberti pasaj qau dhe la lotët të binin. Në një vërshim emocionesh, a i kërkoi falje të birit dhe përqafoi. Më në fund Alberti u ndjej lehtësuar. Taylor ishte i hutuar pasi u zu në befasi edhe një herë, por ai u përgjigj përqafimit të babait të tij. Nëna e Sofias u operua nga kirurg kompetent në Houston në muajt në vijim dhe u shërua shpejt. Në kohë për të marrë pjesë në të gjitha përgatitjet e dasmës së saj me Taylor. Sofia rifilloi studimet në universitet pas ceremonisë derisa ajo u diplomua. Taylor mbajti pozicionin e tij si CEO i kompanisë në filial të familjes së tij dhe Albert nuk dyshoi më kurrë në aftësitë e tij. Pas më shumë se 2 dekadash, babë e birë më në fund patën një marrëdhënie të mirë. Nëse ju ka pëlqyer kjo histori, lutem të bëni një like dhe kjo videoja tjetër që po shfaqet tani në ekran ndoshta do t'ju emocionoj gjithashtu. Ditë mbarë dhe shihemi në videon tjetër.